Miqtë të dashur, jemi rikthyer sërish bashkë me pjesën e dytë të emisionit prive, përpara se të shohim rubrikën e vërtetë e pavërtetë, një falënderim i posaçëm shkon për sponsorët tanë, të cilët janë Vala Forgji, Uji Dum Dum dhe aeroporti ndërkombëtar i Prishtinës Adem Jashari. E tani e shohim bashkë në vazhdim çfarë ka të vërtetë për fytyrat tona publike. Pa për vetën sa e rondje, po shqyr që pe krye nuk shoh mo. Bruno në lidhje dashurie me aktorën Arta Nitaj. Me fol me ty, as me nejt me ty, as kesh kur gjo. O ti po m'dhimbesh. Po, ky lajm është plotësisht i vërtet. Këqyre mori vetën, nuk mundesh me shku as në deti. Këngëtari Bruno, i cili nuk është komentuar shumë për jetën private, duket që dal nga dal po i beson fundit të beqarisë. Si pas burimeve të emisionit priveja, është në lidhe me aktorën e shumë përfolur të serialit komik O Samir. Çifti ka nisur romancën e tyre para disa muajsh dhe po duket se gjithçka po shkon si është më së miri. E mes tjerash, këngëtari në këngën dhe klipin e ri paraqitet në skena të nxehta me aktorën. E gjitha çfarë mbetet është t'i urojmë fat në muajt e pse jo edhe vitet e ardhshme. Elvana Gjata në Grammy, ndërsa Cindy krep fort në fotosesionin me fustanin e njëjtë. Po, ky lajm është më së i vërtet. Paraqitja e këngëtares Elvana Gjata në mbrëmjen gallat të ndarjes së çmimeve Grammy ishte komentuar shumë për fustanin e saj të zi e të mbuluar në pjesën e dekoltes. Kishte nga ata që nuk e pëlqyen tekstat e tjerë të cilësuan si një paraqitje të elegante. Gjithsesi u komentua gjithandej. Së fundmi, njëjti fustan është parë në trupin e modeles ikon Cindy, teksa po bëhej gati për një sesion fotografish në këtë vikend. Janë jo më pak sa 6 muaj pas Elvanës që modelja u vesh njësoj. Se kujt i rri më mirë, vendosni jo. Adrian Gagja dhe Ronela me klipin Kaje paraqiten në skenat e njëjta sikurse Aziz në klipin Motel dhe Sasha Kovačević në spotin Ka zhesh ne? Po, edhe ky lajm e mbyll javën si i vërtet. Klipi shumë pritur e i stër komentuar nga dyshja, Adrian Gagja dhe Ronela Hayati që xhiruan në Bullgari po del të mos jetë diçka e papar më herët. Asnjë javë para se Adriani të publikoj këngën e tij në tregun ballkanik, doli kënga e re e Aziz, ku ky i fundit kishte përdorur skenën para hotelit që ngjan me motelet e vogla përreth autostradave të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Pas Aziz, erdhi Adriani dhe Ronela me të njëjtën skenë, teksa për ta plotësuar u përdorën edhe disa skena në një klub nate. E për t'i vënë pikën pas Adrianit publikoi klipin këngëtari serb Sasha Kovačević në të njëjtat skena me 3 artistët më lart. E po, çka të bëjmë? I vogël është Ballkani.